Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përzemërsisht ju përshëndes si çdo ditë, duke ju uruar që dita t'ju shkojë shumë e mbar. Sot në studio do të ndalemi në një temë të prekshme për shoqërinë shqiptare, por jo vetëm. 16 ditët e aktivizmit të luftës kundër dhunës me bazë gjinore janë drejt përfundimit të tyre. Natyrisht me tregues të shifrave, të pranisë së kësaj dhune, me tregues të interesimit të një mase të gjerë njerëzish, por edhe të veprimtarive që zhvillohen në Bashkinë Shkodër, por jo vetëm. Sot në studio kam ftuar Lorena Bardelin, përgjegjëse në drejtorinë e shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik. Mirëmëngjes Lorena, faleminderit, je shumë e pranishme në studion ton sepse puna juaj siç duket pulson me aktivitete, me mjaft pjesëmarrje etj, apo jo? Pa diskutim. Përshëndetje një herë, mirëmëngjes gjithëve. Si gjithmonë faleminderit për mundësinë që na jepni për me nda një pjesë të vogël të punës sonë. Është vërtet që puna është jashtëzakonisht shumë e madhe, është një punë e cila shtrihet gjatë gjithë vitit, por në fakt pulson ose ka një zonë më të fortë këto 16 ditë. Po, së bashku në këtë studio jemi edhe me zonjën Arvita Mlika, specialiste në drejtorinë e shërbimeve sociale. Mirëmëngjes Arvita, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Natyrisht duke qëndruar pothuajse në kufit e përfundimit të këtij aktiviteti, kemi se çfarë të shohim për gjatë gjithë këtyre ditëve, si kanë vijuar ato? Atëherë, në fakt, ashtu sikur se dhe ju e thatë, 16 ditë të aktivizmit janë një fushat globale e cila shtrihet në të gjithë botën, që fillojnë me datën 25 dhjetor, që është dita ndërkombëtare për eliminimin kundër dhunës ndaj grave, nëntor, dhe përfundojnë me 10 dhjetor, që është dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Por gjatë gjithë këtyre 16 ditëve, institucionet, organizatat e shoqërisë civile, komuniteti lobon fort për rritjen e ndërgjegjësimit, të informimit, që secili prej nesh duhet të ketë rreth dhunës me bazë gjinore. Edhe Bashkia Shkodër tashmë jo vetëm për shkak të respektimit detyrimeve ligjore që ka, por për shkak një tradite, organizon një sër aktivitetesh të shtrira për gjatë gjithë këtyre 16 ditëve. Aktivitetet në fakt kanë qenë të shtrira si në pjesën urbane, ashtu dhe në pjesën rurale të Bashkisë së Shkodrës. Janë përgjithsisht aktivitete informuese, ndërgjegjësuese, seanca informimi, të cilat janë organizuar në qendrat komunitare për familjen dhe shkollat e Bashkisë Shkodre. Këto aktivitete janë aktivitete gjithëpërfshirëse, përfshin që nga moshat më të vogla, si një formë mirë për të parandaluar dhe për të rritur breza të shëndetshëm, me njohuritë dhe me ndërgjegjësimin e duhur kundër formave të ndryshme të dhunës me bazë gjinore. Por nga ana tjetër kanë pasur fokus të tyre edhe gratë, vajzat e reja, por edhe gjithë komunitetin në tërësinë e tyre, në tërësinë e tij. Po lan pas edhe të rinj, normalisht si një grup target të cilin ne synojmë që të bëjnë ndryshimin në një të ardhmen. Përveç seancave informuese dhe ndërgjegjësuese, Bashkia Shkodër ka organizuar edhe një sër aktivitetesh pak më mallore, aktivitete më gjithëpërfshirëse, me shifra më të mëdha pjesëmarrësish. Në fakt ne ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit fushatën e ndërgjegjësimit e kemi hapur me një risi, e kemi hapur me një kurs vetëmbrojtje. Në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, ESD dhe Alkidon, të cilat operojnë në Shqipëri, kemi organizuar dhe kemi trajnuar 25 vajza dhe gra të reja rreth kurseve të ndryshme të vetëmbrojtjes, pra metodave se si ata mund të mbrojnë veten në rastet e një rreziku fizik, emocional apo edhe verbal.
Janë trajnuar 25 vajza, të cilat tashmë kanë njohuri të bazë se si mund të mbrojnë Si janë veten. përzgjedhur këto vajza, sepse natyrisht bashkia është mjaft e hapur, ka pjesën urbane, 11 njësi administrative dhe nuk e di se si çfarë shtrirje gjeografike kanë pasur pikërisht Në vajzat fakt, e trajnuara. vajzat e trajnuara janë vajza të reja kryesisht, të moshat e adoleshencës dhe janë përzgjedh nga mësueset e tyre, duke qenë se fokusi kanë qenë të rinjt kryesisht. Kanë qenë kryesisht profesorat e edukimit fizik, të cilët kanë dhënë edhe sugjerimet e tyre përkatëse se kush mund të marrin pjesë, që ka edhe përgatitjen fizike të nevojshme për një trajnim të tillë, po themi. ES2 në fakt është një strategji shumë e mirë, e cila shërben për parandalimin e dhunës dhe për ndërprerjen e pasojave që ajo mundet me sjellën në jetën e secilit prej nesh. Një ndër aktivitetet e tjera shumë të rëndësishme në fakt ka qenë një aktivitet i organizuar në bashkëpunim me ambasadën franceze, spanjolle dhe UN-ume në Shqipëri, e cila ka konsistuar në paraqitjen e një dokumentari dhe rreth dhunës kibernetike. Dokumentari është përgatitur nga një gazetare franceze, Marine Perrin, e cila parashtron në këtë dokumentar të gjithë situatën e dhunës me bazë gjinore dhe pasojat e dhunës kibernetike kryesisht në Francë. Ajo çka vlen për mua përmend është fakti që ai dokumentar në momentin kur ti e shikon ngjason njerëz zakonisht shumë me realitetin shqiptar. Përbën çudi kjo gjë, sepse ne mendojmë që shtetet avancuara, shtete zhvilluara si Franca duhet të kenë diçka ndryshe. Por në fakt mekanizmi ose problematikat e mekanizmit janë të njëllojta pothuajse në të gjitha shtetet. Dhuna është dhunë. Dhe dhuna është e pranishme kudo. Askush nuk është imun ndaj asnjë forme të dhunës. Sesionet e tjera informuese në fakt janë përqendruar kryesisht në informacionin që specialistët tanë kanë shpërndar për të rinjt dhe për fëmijët apo për gratë pjesëmarrëse dhe rreth formave të ndryshme të dhunës, rreth pasojave, mënyrave të raportimit dhe mënyrave se si ne mund ta parandalojmë një fenomen të tillë. Ne si Bashki e Shkodrës si vjet kemi shkuar ose kemi përzgjedhur sloganin Fol kërkon ndihmë si forma kryesore për të rritur si informacionin, por edhe ndërgjegjësimin e kujdo që po përjeton një situatë dhune që ne duhet ta denoncojmë atë. Duhet të ngremë zërin fort për me bën ndryshimin. Vetëm kjo është forma se si ne mund ta parandalojmë ose mund të minimizojmë pasojat negative që ajo sjell në jetën e gjithë secilit. Më keni sjell në studio, më keni dhuruar madje disa nga materialet që ju keni shpërndar, edhe kjo çantë është shumë domethënëse, Fol kërkon ndihmë. Besoj se ja keni shpërndar mjaft grave dhe vajzave në takimet tuaja informuese, por edhe posterat apo flet palosjet e shumta që janë përgatitur me këtë rast. Si mendoni, sa kanë rrezatuar këto takime tek një masë më e madhe njerëzish në mënyrë që mos pranimi i dhunës të jetë hapi i parë i kundërshtimit ose identifikimi i dhunës dhe më pas mos pranimi të jetë hapi i parë i kundërshtimit të dhunës me bazë gjinore. Atëherë ne pa diskutim me anë të këtyre aktiviteteve, me anë të takimeve të drejtë për drejta, kemi zgjell, kjo është mënyra të cilën ne kemi zgjell për të arritur tek komuniteti. Dhe mendojmë që forma më e mirë që fushata në tërësinë e saj të ketë rezultatin e duhur, në fakt është që s'pari të informojmë dhe së dyti të ndërgjegjësojmë. Janë disa hallka kaskad të cilat duhet funksionojnë në formën e një zinxhiri. Ndryshe nuk do të kishin suksesin të cilin ne synojmë për me arrit. Në qoftë se ne nuk kena gra vajza të ndërgjegjësuara, të fuqizuara, të cilat dinë të drejtat e tyre, të cilat dinë shërbimet që shteti, që organizatat e shoqërisë civile, që komuniteti ofron, është e pamundur që ne të kërkojmë fundit që denoncojmë dhunën. Dhuna ka disa shkaqe në vetvete. Askush nuk qëndron në një situatë dhune për kënaqësi ose
qëndron sepse duart janë të lidhuna. Në momentin që ne ofrojmë informacionet e duhuna, që japim mekanizmat ku ata mund kërkojnë ndihmë, ku shpjegojmë se si funksionojnë këto mekanizma, vetëm atëherë mund të presim që efekti i kësaj fushate ndërgjegjësuese apo i fushatave të organizuara ndër vite të kenë efekt. Në këndvështrimin tim, e mira ose pozitive është që fushatat e organizuara tashmë, jo vetëm nga Bashkia e Shkodrës, por nga gjithë organizatat e shoqërisë civile, nga gjithë organizatat rajonale, ashtu edhe kombëtare, tashmë prej shumë vitesh janë duke dhënë rezultatet e tyre. Ne kemi vajza të reja, kemi gra të cilat e dinë shumë mirë se si funksionojnë mekanizmat e koordinuar të referimit të rasteve të dhunës në familje. Do flasim. Janë pakic, por po bëhet ndryshimi dhe kjo është ajo që ne në fakt presim nga këto fushata. Në fakt Arvit, si mendon, sa e përhapur është dhuna në zonën tonë, qoftë në zonën urbane apo në 11 njësitë administrative, dhuna me bazë gjinore? Atëherë, në fakt, dhuna është shumë e përhapur, si në zonën urbane, ashtu edhe në zonat rurale. Problemi është që të arrijmë në gjatësimin edhe të arrijmë të zbulojmë të identifikojmë sa më shumë viktima dhunet mirë që edhe të mbështesim edhe të reintegrojmë në shoqëri. Në njësinë administrative rrethina edhe në disa njësi administrative të qytetit, të kisha thonë që ajo është më përhapur edhe janë identifikuar më shumë raste dhune. Por që edhe në njësitë të tjera administrative, po tjetër që janë identifikuar raste dhunet, kena viktima që janë mbështetur me shërbime dhe janë reintegruar në shoqëri. Në cilat nga format e dhunës mund të themi që është më e ndjeshme? Në fakt, si nga shoqënia ashtu edhe nga ne malëtësisht e identifikueshme është dhuna fizike, sepse është ajo që shihet. Ajo që bulon, si thuash, po format e tjera. Që denoncohet më shumë për fatin e keq. Por vihet re kohët e fundit që kena arrit tashmë me ballë një ndërgjegjësim lidhje me dhunën si psikologjike ashtu edhe atë ekonomike, emocionale të grave, dhe gratë kanë filluar mu sensibilizuar edhe me raportu këtë lloj dhunet. Në fakt, Bashkia me sa di është koordinuese e punës mes është një zinxhir, nëse nuk gaboj, nga denoncuesi tek forcat e rendit, tek bashkia, referimi tek organizatat e shoqërisë civile deri në mekanizmin e ndihmës që u jepen këtyre grave. Si funksionon pikërisht ky zinxhir i koordinimit të punëve? Atëherë, në zbatim të legjislacionit në fuqi, ligjit për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, por edhe VKM-ve përkatëse, për mekanizmin e bashkërendimit të punës së rasteve të dhunës në familje, në fakt Bashkia e Shkodër ka të ngritur dhe funksional mekanizmin e koordinuar të referimit të rasteve në dhunës familje. Mekanizmi nuk është gjë tjetër, vetëse një mini institucion, nëse mund ta konsideroj kështu, i cili përbohet nga dy hallka shumë të rëndësishme, që është komiteti drejtues, në të cilin bëjnë pjesë të gjithë titullarët e institucioneve që operojnë në Bashkinë e Shkodrës, por edhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat ofrojnë ndihmën e tyre në lidhje me këtë problematik. Nga ana tjetër është edhe ETN-ja, ekipi teknik ndërdisiplinor, i cili është i përbërë nga të gjithë specialistët e këtyre institucioneve dhe organizatave shoqërisë civile të cilat bëjnë menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. Detyra kryesore e komitetit drejtues në fakt është hartimi i politikave, i programeve të fuqizimit rreth fenomenit të dhunës me bazë gjinore, ndërsa detyra kryesore e ETN-s është në fakt menaxhimi i rasteve, pra ofrimi i ndihmës direkte dhe kontakti drejt për drejt me viktimen. Në Bashkinë e Shkodrës, mekanizmi i koordinuar i referimit të rasteve në dhunës familjes, marrëveshja në të cilën janë të përcaktuara qartë detyrimet dhe përgjegjësitë e secilit për institucioneve apo organizatave, është e firmosur në fakt nga të gjithë institucionet. 18 institucione që operojnë në Shkodër bashkë me organizatat shoqërisë civile e kanë firmosur dhe janë pjesë përbërëse e tij. Menaxhimi i rasteve në fakt bëhet, janë të pasqyruar në mënyrë krejt qartë, edhe këtu tek flet palosja të gjitha institucionet dhe hallkat përgjegjëse ku një rast i dhunuar, nuk flasim vetëm për gra, por flasim edhe për burra, flasim për vajza dhe për djem, mundet me kërku ndihmë. Secili prej
këtyre antarëve të mekanizmit ka të drejten e ofrimit të shërbimeve direkte tek viktimat e dhunës në familje ose dhunës me bashkënore. Po sa të informuar janë pikërisht këto të interesuar rreth funksionimit të këtyre institucioneve, organizmave që mund të ofrojnë ndihmë? Në fakt, fushatat tona të ndërgjegjësimit jo vetëm gjatë 16 ditëve, por gjatë gjithë vitit lobojnë fort për rritjen e ndërgjegjësimit për të gjitha detyrimet që secili prej këtyre institucioneve ka. Për fatin tonë të keq, përgjithsisht njihen disa nga këto institucione. Sepse mund të jenë më aktive. Jo vetëm se janë më aktive, por ndoshta është edhe mentaliteti jonë shqiptar që ndihmën e kërkon gjithmonë tek policia ose tek institucionet më në Sepse është dera që troket Por fort. diskutim. Ajo është një ndër halkat e fundit të zinxhirit në fundit. Një person i cili po përjeton dhunë ka shumë dyrë ku mundet për me trokit. Ka shumë dyrë të cilat në fundit e informojnë, e këshillojnë, e orientojnë se si mund të bëhet pjesë e mekanizmit dhe si mund të marrë të gjitha shërbimet që rasti specifik ka nevojë. Menaxhimi i rasteve në fakt nuk bëhet nga të gjithë institucionet. Bëhet nga një ekip bërtham, pra në varësi të nevojave, pasi është bërë vlerësimi i nevojave të rastit, përcaktohet se kush për institucioneve do të jetë pjesë e këtij takimit ku përcaktohen edhe planet individuale të ndërhyrjes për secilin rast. Nëse kena dhunë fizike, normalisht që policia duhet jetë e pranishme. Mjeku ligjor duhet jetë i pranishëm, spitali rajonal, njësia vendore kujdesi shëndetësor duhet jetë e pranishme. Pra në varësi të nevojave specifike të rastit përcaktohet edhe kush prej antarëve të TTN-s do të jetë pjesëmarrës dhe duhet bëjnë menaxhimin e rastit. Dhe të shohim tashmë të hyjmë direkt në problem. Një grua kërkon ndihmë. Si e kërkon këtë ndihmë? Merr policin 129. Në format më të mira mund të jetë kjo. Pa diskutim mund të marrë 129, mund paraqiten komisariatin më të afërt të policisë ku ajo banon. Po kjo është një dhunë që nxjerr krye fort, ndërsa këto fazat e para që kanë nevojë për një zë, një format e tjera janë siç e thash, kudo nga institucionet përbërëse të mekanizmit mund shkoj gruaja dhe të trokas dhe të kërkoj ndihmën e saj. Ne kemi krijuar qendrat komunitare për familjen. Në fakt, jo pa qëllim janë quajtur qendra komunitare për familjen, sepse ofrojnë shërbime për tërësinë e familjes dhe jo pa qëllim janë të lokalizuara brenda komunitetit. Janë të lokalizuara në çdo lagje të qytetit dhe në njësitë administrative. Po nëse funksionojnë qendrat komunitare, këto 18 institucione anashkalohen pak. Jo, nuk anashkalohen sepse qendrat komunitare nuk mund ta bëjnë punën vetëm. Qendrat komunitare kanë një sër detyrimesh dhe ofrojnë shërbime që ju përkasin për të ofruar qendrave komunitare. Por nëse gruaja ka nevojë për një kurs formimi profesional, ka nevojë për një punësim, qendrat komunitare do bëjnë referimin, këshillimin, orientimin për tek zyra e formimit profesional ose tek zyrat e punësimit. Pra, është një marrëdhënie e ngushtë, një zinxhir hallka të zinxhirit të cilat duhet të funksionojnë bashkërisht. Duhet apo funksionojnë? Duhet të funksionojnë në një pjesë të konsiderueshme të rasteve. Funksionojnë, pa diskutim që ka edhe shumë problematika që ka nevojë që të funksionojnë më mirë. Natyrisht duke parë këtë zinxhir, nuk ka se si të mos mendojmë hapat që duhet të hedhë një grua, që ka nevojë për ndihmë. Në vërtet, cili është numri i denoncimeve, i urdhërmbrojtjeve, i shërbimeve që gratë që kanë nevojë, që janë viktima në një farë mënyre, marrin nga gjithë ky zinxhir organizatash, institucionesh që kanë strukturat e tyre për këtë ndihmë. Atëherë po të flasim për shifrat, mund të themi që deri tani për vitin 2021 kemi 120 raste të urdhrave të mbrojtjes dhe kemi 34 raste të cilat janë strehuar në strezën emergjente të Bashkisë Shkodër. Do të kisha dashur me thonë që në fakt po diskutonin para edhe për të rinjt. Rastet e të rejave që tashmë janë argjetësu kanë raportu për dhunën dhe marrin shërbime për dhunën, po rritet.
dhe merrin një ndërgjegjësim dukshëm realisht. Cilat janë këto shërbime? Do të thënë janë individuale, janë këshillime, janë mënyra për të hedhë hapa në përmirësimin e gjendjes, natyrisht. Jo, sepse të gjitha këto synojnë fuqizimin e marrëdhënieve dhe në minimizimin e kësaj dhune, apo jo? Në fakt, shërbimet që ofron Bashkia Shkodër në lidhje me viktimat e dhunës në familje janë të shumta. Kemi shërbimet e specializuara siç është streza emergjente për rastet e dhunës. Kena një staf të posaçëm on-call i cili punon 24/24, 7/7 për viktimat e dhunës, është i gatshëm aty për gratë të cilat raportojnë dhunën edhe kanë nevojë për ndihmë. Kena këtë strezën rezidenciale, një qendër ditore që ofron 34 raste keni shterguar për gjatë vitit 2021. Kemi qendër ditore që ofron shërbime për fëmijët me orare të tetë zgjatuna edhe në fundjavë për gratë që punojnë me orare të zgjatuna që nga ora 6 e mëngjesit deri nga ora 5 e pasdites. Kena monitorimin në çdo 60 ditë të urdhënit të mbrojtjes, të cilët janë raporte të cilat shkojnë në polici. Kena mbështetje psikosociale, juridike nga stafi i qendrave komunitare për familjen, Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere patjetër që operojnë në Bashkinë Shkodër. Kena lehtësina në paketen fiskale të Bashkisë Shkodër, heqjen e tarifave të kopshteve të qerdheve, pagesa nga skema ndihmës ekonomike dhe programet e këshillimit, konsulenca dhe rehabilitimi për dhunuesit. Disa nga shërbimet tjera që ofrojmë janë dhe orientimi, këshillimi, informimi i rasteve të dhunës, por edhe gjithë rasteve tjera të cilët trokasin e dyert e qendrave komunitare. Kemi shërbimin familje, mbështetje psikosociale, ndërhyrjen e hershme, patjetër dhe shërbime tjera komunitare, siç është fuqizimi i familjes, shërbime për fëmijë, mbrojtjen e fëmijëve, shërbime multifunksionale, arsimore, reintegrimi në shkollë dhe mbështetje familjare, klasat passhkollore, kurset e përndërimit pozitiv. Kemi shërbime të lviza, pastaj transferimin dhe implementimin e shërbimeve komunitare sociale në çdo lagje dhe në çdo njësi të Bashkisë Shkodër dhe shërbimet për terren. Të gjithë këto janë politika që institucionet kanë ndërtuar në mënyrë që të kenë një mbrojtje dhe ecuri të mirë në trajtimin e viktimave të dhunës. Me dhunuesit, keni menduar që duhet të bëhet një punë përveç se ndëshkimit nga ligji ose disa formave që mund t'i përdor, për shembull edhe institucionet e drejtësisë apo të policisë, vetë shërbimet sociale kanë menduar që në një farë mënyrë t'i drejtohen edhe dhunuesit, sepse në fund të fundit, përpara kur trajtojmë një problem, duhet të shohim shkaqet e këtij problemi, nga ku buron dhuna, pse është kjo dhunë, cilat janë ato gjëra që e bëjnë dhunën të pranishme, çfarë mbështetje edhe ekonomike, pse patjetër ekonomia është një ndër mentalitete e tjera, unë ndoshta po i them vetë, po ju i dini më mirë. Në fakt puna me dhunuesit është një ndër qasjet më të mira të mundshme për parandalimin e dhunës, si dhunës në marrëdhëniet familjare, ashtu edhe dhunës me bazë gjinore. Për këtë gjë, si institucionet, si organizatat e shoqërisë civile tashmë janë të ndërgjegjësuar. Nëse ne punojmë për parandalimin e dhunës, nëse rrisim djem, pura, të ndërgjegjësuar, të informuar, larg veseve, larg problematikave të ndryshme me cilën ata mund të hasen në përditshmërinë e tyre, pa dyshim që shoqëria do të ishte më mirë dhe fenomeni i dhunës familje do të minimizohej. Nuk them se nuk do të ekzistonte, por do të minimizohej. Natyrisht, janë probleme që ekzistojnë. Për fat keq, pavarësisht dëshirës së mirë të institucioneve apo të organizatave, burimet në dispozicion janë gjithmonë të kufizuara. Ne po diskutojmë që gjatë gjithë vitit, në seancat e informimit dhe këshillimit që realizojmë, lobojmë fort dhe realizojmë takime të posaçme edhe me djemt, apo edhe me burrat, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit kundër dhunës me bazë gjinore.
por programe specifike të cilat konsistojnë në vetëm punën me dhunusin, ne si bashki nuk kena. Ne kena fatin e mirë që bashkëpunojmë shumë mirë me organizatën gruaja dhe nën organizatën umbrell të tyre Zyren për djemë dhe burra në Shkodër, të cilat na ofrojnë mundësinë që në rastet kur ne kena burra të dhunshëm, ti referojmë për seanca këshillimi në mënyrë që ato të kenë mundësinë që të rehabilitohen dhe të largohen, të dalin nga gjendja në të cilën ato ndodhen. Në qose do të mbahi pyetja sa funksionale janë ose çfarë rezultati kanë. Me keqardhje do të thosha që sepse nuk është e lehtë. Diçka e tillë nuk është e lehtë. Askush nuk identifikohet hapur. Duhet ta zbulosh, duhet të punosh me shumë maturi në mënyrë që puna të ketë efekt. Është vërtet, puna me dhunusit është shumë e vështirë. Njëherë hallka e parë ta bësh dhunusin të shkojë tek zyra e këshillimit dhe të ndjekin seanca rehabilitimi është sfida më e madhe e mundshme. Ka ndodhur diçka. Ne kemi shumë disa vendime, jo shumë, por disa vendime gjyqësore ku me vendim gjykate, që përbën edhe titull ekzekutiv, gjyqtari përkatësi çështjesh ka vendosur që dhunusit duhet të ndjekin seancat e rehabilitimit. Për fatkeq deri më sot nuk kena raste të suksesshme. Me raste të suksesshme them raste të cilat kanë shkuar, kanë ndjekur gjithë ato seanca dhe kanë pas një rezultat. Sepse çfarë ndodh? Shpesh e kemi të vështirë të flasim rreth këtyre problemeve kur ata ekzistojnë, kur ato bulojnë, por flasim me zë shumë të lartë të gjitha organizatat, të gjithë opinioni, kur ndodh një dhunë dhe që përfundon me një rast fatal. Pra, këtu ka një diferencë dhe kjo është edhe ajo përgatitja e shoqërisë, e mentalitetit për t'i evidentuar dhe dënu këto raste përpara se të ndodhin rastet e Kjo është e vërtetë. Ajo çka unë mund të them, fakt është që pavarësisht situatës shumë problematike që jo vetëm Shqipëria, por gjithë bota ka në lidhje me dhunën bazinore, se nëse flasna me shifra 1/2, studimet e fundit tregojnë që 1/2 gra në gjithë botën është ka hasur gjatë jetës së saj një formë dhune. Shifra është alarmante. Ajo çka unë mund të them është fakti që institucionet por edhe organizatat e shoqërisë civile punojnë gjatë gjithë vitit, nuk punojnë vetëm 16 ditë aktivizmit, japin kontributin ditë për ditë, por fenomeni është aq i përhapur, është aq i fshehtë, është aq i vështirë për të menaxhuar dhe ndaj gjithmonë pulson. Ajo që mund të vëmë re në fakt të paktën këto 3 vitet e fundit që unë e prek fushën vet, është që numri i denuncimeve është rritur. Fakti që numri i denuncimeve është rritur, unë du ta marr në kohën pozitiv që gratë, zonjat janë ndërgjegjësu, dinë që ka dyrë ku mund të trokasin, ka institucione, ka organizata të cilat mund t'ju rrinë afër në periudhën e vështirë të rehabilitimit, por është kënaqësi të kuptosh që ato kanë marrë vendimin për me dalë nga situata e vështirë në të cilën janë ndodhur. Kështu që mendoj që pak nga pak tabut do të thehen. Shkaqet janë gjëra që nuk esin shumë shpejt. Minimizohen kur, por ti shohim realisht këto probleme. Mirë, për rreth jush ka disa organizata që merren direkt me problemet e dhunës. Si funksionojnë në raport me punën tuaj? Dhe cilat janë këto? Do kisha dash me thonë që organizatat në fakt luajnë një rol kyç në punën tonë dhe fatmirësisht kemi partneritet me shumë organizata në Bashkinë e Shkodrës, të cilat punojnë çdo ditë bashkë me ne për rastet e ndryshme ndër të tjera dhe rastet e dhunës në familje. Disa nga organizatat mund të themi Hapat e Lehtë, mund të themi Grunt e Gruaja, Zyra për djemë dhe burra, organizata Tardozom, Papa Giovanni. Në fakt, këto që përmendni Arvita janë organizatat të cilat kanë në fokus të punës së tyre dhe qëllim të punës së tyre reintegrimin dhe ndihmën e drejtë për rastet e dhunës në familje. Për fatin tonë të mirë, ne kena marrëdhënie shumë të mira dhe me organizata të tjera, të cilat operojnë edhe në nivel kombëtar, të cilat nuk kanë fokus të punës së tyre e dhunën në bazë gjinore, por ofrojnë shërbime për tërësinë e familjes. Dhe fenomeni i dhunës është një ndër fenomenet më të vështira të mundshme për mu menaxhu dhe që prek gjithë familjen, nuk prek
as nanën, as fëmin, prek të gjithë familjen. Nëse kena dhunë në një familje, secili prej anëtarëve të asaj familje është i prekur nga ai fenomen. Kështu që bashkëpunimi është edhe me organizata të tjera, me Tertezom, nisma arsis, të ndryshëm të barabartë, etj. Në fakt, po kalojnë 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës. Sa kanë marrë pjesë në këto takime, sepse a keni të vështirë që të shkoni në një njësi administrative dhe të thoni sot kemi një takim ku do flitet për dhunën me bazë gjinore. Gratë që takoni rrugës ose që keni kontakt natyrisht krahas punëve të shumta që kanë gjatë ditës e përqafojnë këtë takim që duhet të realizohet apo thonë ju shkoft marë. Në fakt do kisha dashur me thonë që gratë kanë nevojë për me fol, kanë nevojë edhe me ndaj me një tjetrën edhe me shpreh problemet cilat kanë familje. Prandaj edhe nuk është fare vështirë aktivitetet lidhje me dhunën që zhvillohen në qendrat tona komunitare. Në fakt qendrat komunitare kanë luajtur një rol kyç edhe janë pika kryesore të lagjës apo njësisë administrative cilat i përkasin. Dhe ata kanë komunitetin e tyre i cili merr pjesë vazhdimisht në aktivitetet qendrave edhe ndoshta këtu qëndron në një pikë forte Bashkisë së Shkodrës ndërtimi i qendrave komunitare për të cilat edhe është vlerësuar me një çmim pak vite më herët, gjë që e bën qendrën komunitare një qendër ku mund të drejtohet për problemet që kanë apo për aktivitete të ndryshme apo ja. Po. Unë vazhdoj të theksoj që qëllimi tyne qysh për krijimit ose filozofia krijimit tyne ka kenë pikërisht kjo. Të kthehen një pikë kyçe për komunitetin rreth e rrotull, të kthehen në një orientim për shërbime të ndryshme për cilat ata kanë nevojë me qëllim fuqizimin e tyre, sepse në fundit ky është edhe fokusi i qendrave komunitare. Të ofrojë shërbime sociale multisektoriale me qëllim fuqizimin e familjes siç e liza bazës shoqërisë. Ne besojmë fort që po të kena familje të ndërgjegjësuara, familje të fuqizuara, atëherë jemi duke fuqizuar dhe jemi duke ndryshuar shoqërinë në tërësinë e saj. Në fakt, përgjatë gjithë bisedës folëm për praninë e dhunës, për format e saj, për denoncimet, për shërbimet. Dua të ndalem në një pikë shumë interesante, e cila në fakt ka të bëjë me vazhdimsinë e jetës në familje, të jetës normale. Gjatë këtyre problematikave, mendoni se keni arritur në po e themi shërimin e këtyre problemeve që ka familja dhe vazhdimsinë e familjes apo thjesht ndihmën dhe mos pranimin e dhunës, ndalimin e saj, ndoshta familjet nuk funksionojnë më pas siç kanë funksionuar. Pra, sa rëndësishme është që këto gjëra të sjellin riparime dhe vazhdimsinë e jetës në familje. Atëherë, qërosh që do lloj fenomeni ta shumë e vështirë. Dhe pasojat të vogla të mëdha mbesin gjithmonë. Ajo që ne në fakt synojmë sepse mund të kenë edhe njerëz që thonë kam qenë i gabuar për shembull. Apo është e vështirë. Nga eksperienca ne synojmë minimizimin e fenomeneve. Synojmë fuqizimin dhe reintegrimin. Për fat mirë kemi edhe shembuj pozitiv, të pak numër, por kemi shembuj pozitiv që në saj të rrugëve, hapave që kanë hell, bashkë me ndihmën e institucioneve, bashkë me ndihmën e organizatave, me vullnetin e tyne, kanë arritur të dalin nga situata shumë e vështirë në të cilën janë ndodhur. Ju në fakt thotë që jemi në përfundim të 16 ditëve të aktivizmit. Ne në përfundim të tyre 16 ditëve do të organizojmë edhe një aktivitet i cili quhet Nën siluetën e historie gruaje, ku gra të cilat ja kanë dalë, janë reintegruar, sot kanë jetë pavarura bashkë me familjet e tyre, kryesisht me fëmijët e tyre, do të tregojnë për publikun historitë, do të ndajnë historitë e tyre dhe do të mbushin me motivim, me shpresë pjesën tjetër të cilat kanë nevojë që ta dëgjojnë një histori suksesi nga vetë goja e një personi që e ka kalu. Me gjithë vështirësitë,
gjithë sfidat dhe me gjithë edhe të mirat që hapat e ngadalë që ka hedh i kanë sjell dhe i kanë ndryshuar jetën e saj. Kështu që ne do t'ju ftojmë javën që vjen në aktivitetin përmbyllës të 16 ditëve të aktivizmit Ku që do ta organizon Bashkia zhvilloni? Shkodër. Do të organizohet në hollin e Bashkisë Shkodër me datën 14 në orën 17. Dhe do të jenë disa zonja të nderuara, viktima të dhunës familjen e të kaluarën, të cilat sot javën që vjen do të ndajnë me ne historitë e tyre. Kjo do të thotë që këto probleme nuk mbyllen me 16 ditët Jo. e aktivizmit, Absolutisht. përkundrazi ka një program në vazhdimsi. Ne punojmë çdo ditë, edhe në orën 2 të natës. Shumë njerëz mund mos e besojnë, po fakti që menaxhojmë edhe stresën e emergjencës të Bashkisë Shkodër, do të thotë që jemi on call përveç atij stafit të dedikuar edhe pjesa e stafit për çdo rast që ka nevojë për ndihmën. Dhe numri juaj është? Atëherë, për numrin tonë ne gjithmonë lajmë në dispozicion numrin e policisë 129, sepse shoqërimi Po, në stresën e funksionon si emergjencës duhet bëhet gjithmonë me patrullat policisë, edhe për shkak të arsyeje të sigurisë, por edhe për faktin se stresa është një godinë mbrojtur e cila duhet të mbetet konfidenciale. Prandaj shoqërimi deri në stres bëhet gjithmonë me Së mbetet gjë tjetër veç se me plot respekt për gjithë këtë punë, për vështrimin gjithë përfshirës të këtyre problemeve, por edhe këndvështrimin mjaft të gjerë në trajtimin e mjaft problematikave që lidhen me familjen, me dhunën dhe me rehabilitimin e viktimave, është një punë në vazhdimsi dhe ka rezultatet e saj, pavarësisht se dhuna është e pranishme, pavarësisht se dhuna është një fenomen që ekziston dhe është i përbotshëm, pavarësisht që çdo gjë lidhet me mentalitetin, me kushtet, me situata të veçanta. Uroj që rastet të denoncohen, të mos pranohen dhe të merren gjithmonë shërbime, të ketë një zë të fuqishëm ku mund t'i ndihmojnë, ku mund t'i dëgjojnë dhe mund të hedh hapa në jetën e këtyre grave dhe të viktimave të dhunës. Ju falenderoj shumë për vetë atë informacion të bollshëm që lidhet me punën tuaj të përditshme, por edhe me gatishmërinë që paraqitni gjithmonë sa herë keni një ftesë për Mirëmëngjes Shkodër. Me shumë respekt ju uroj punë të mbarë dhe ecuri të mirë të gjitha problemeve që ju trajtoni. Faleminderit ju. Unë e theksoj gjithmonë kur vin te studio, përveç sa është një kënaqësi, ju na jep një mundësi për me nda një pjesë të vogël të punës që ne bëjmë për ditë. Dhe ndonjëherë edhe informimi për gjithë shërbimet ose për çdo gjë që ne kalojmë në punën tonë të përditshme, mundet me kenë një mënyrë e mirë për me arrit te komuniteti. Absolutisht po. Ne kemi nevojë që të arrijmë te komuniteti dhe format për me bë këtë janë nga më të ndryshmet. Po diskutim që media ka rolin e saj të rëndësishëm edhe në përcjelljen e mesazheve kundër dhunës me bazë gjinore. Prandaj faleminderit edhe ju që në tematikat e përditshme që diskutoni keni gjithmonë hapësinë për ne. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit.